Në malet e ashpra të shalës së Bajgorës, aty ku era përplasej mbi shkëmbinj dhe toka shqiptare ka lindur burra që nuk ju përkulen askujt, më 8 qershor të vitit 1969 erdhi në jetë një djalë që historia do ta njihte si komandant Shemi. Emri i tij ishte Shemsi Ahmeti, një djalë i lindur në varfëri, por me zemrë të madhe, një djalë që u rrit mes mundimeve, por që brenda vetes mbante diçka që nuk mund të blihej me pasuri, krenarin shqiptare dhe shpirtin e luftëtarit. Askush atëherë nuk mund ta imagjinonte se si një fëmijë nga kodra e shalës do të bëhej një nga komandantët më të frikshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një emër që do të tmerronte armikun dhe do të frymëzonte luftëtarët e lirisë. Një burr që do të luftonte deri në frymën e fundit, vetëm 2 metra larg forcave serbe, pa u tërhequr asnjë hap. Por si arriti një djalë i varfër nga shala e Bajgorës të bëhej një strateg ushtarak legjendar? Si ndodhi që ushtria jugoslave që donte ta përdorte për pushtimet e saj, në fund u përball me të si armikun më të rrezikshëm? Kjo është historia e komandant Shemit, heroi që e ktheu Melenicën në ferr për ushtrinë serbe. Dhe para se të vazhdoj me këtë histori epike, mos harroni ta pëlqeni videon dhe ta abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse këtu ringjallen figurat që armiku deshi t'i harronte për gjithmonë. Shemsi Ahmeti u lind në një familje të madhe shqiptare me 6 vëllezër e motra. Jeta nuk ishte e lehtë, varfëria ishte pjesë e përditshmërisë. Por që i vogël, Shemi dallohej nga të tjerët. Ishte i zgjuar, i qetë dhe jashtëzakonisht i disiplinuar. Mësimet i kreu në shupkoc, ndërsa shumë shpejt, syri i eprorëve ushtarak rambi të. Në vitin 1984 regjistrohet në gjimnazin ushtarak në Beograd e më pas vazhdon në Sarajev. Ishte ndër kadetët më të mirë të gjeneratës, një shqiptar që po shkëlqente në zemër të sistemit ushtarak jugoslav. Kjo gjë nuk u pëlqente serbëve. Sa më shumë shkëlqente Shemi, aq më shumë rritej urrejtja ndaj tij. Eprorët serbe shikonin me xhelozi një shqiptar kaq të talentuar në artilleri, por ai nuk u ndal. Vazhdoi Akademinë e lartë të artillerisë në Zar dhe edhe atje tregoi aftësi të jashtëzakonshme. Kishte një mendje strategu, ishte preciz, i shpejt në mendim dhe mbi të gjitha nuk friksohej. Serbët tentuan t'ia thyenin vrullin duke dërguar në garnizone të largëta në Smederevska Pallankë dhe Vrshac. Mendonin se do ta lodhnin, se do ta nënshtronin. Por Shemi vazhdoi studimet me korrespondencë dhe i përfundoi me sukses. Ai po bëhej një profesionist i vërtet ushtarak, një ekspert artillerie. Vitet 90 e gjejnë komandant kompanie në ushtrinë jugoslave dhe pikërisht aty në mes të luftrave serbo-kroate ai pa fytyrën e vërtet të Serbisë. Mori pjesë në betejën nga Knini deri në Vukovar, pa djegje, pushtime, vrasje dhe kuptoi se po shërbente në një ushtri që nesër do ta kthente pushkën kundër popullit të tij. Uniforma që mbante çdo ditë filloi t'i dukej e huaj, e neveritshme. Në vitin 1992 Shemsi Ahmeti merr vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij, e braktis ushtrinë jugoslave. Ai nuk donte të luftonte për pushtuesin, ai donte të luftonte për Shqipërinë e tij. Kur në malet e shalës filluan të shfaqeshin celulat e para të UÇK-s, Shemi ishte ndër të parët që ju bashkua. Përvojën që kishte fituar në akademitë ushtarake dhe në luftrat e Kroacisë e Bosnjës tani po e vinte në shërbim të Kosovës. Pas formimit të brigadës 141 me Uka, ai emërohet komandant kompanie, menjëherë pa profesionalizmi i tij. Ushtarët e respektonin.
e dëgjonin me admirim. Ai nuk ishte vetëm komandant, ishte shkollë lufte. Ushtronte luftëtarët ditë e natë, hapnin pozicione, përgatitnin prita, organizonte mbrojtjen me saktësi ushtarake dhe kur nisi betejë e parë në Mazhiq me 10 korrik 1998, pushka e komandant Shemit nuk do të pushonte më. Armiku sulmoi vazhdimisht pozicionet shqiptare, por çdo herë kthehej i turpëruar, me të vrarë e të plagosur. Emri i Shemit filloi të përhapej në të gjithë shalën. Luftëtarët fitonin zemër kur ai ishte pranë, ndërsa serbët filluan ta kuptonin se përballë kishin një komandant ndryshe. Pas ofenzivës së shtatorit, Shemi emërohet komandant i njësive speciale dhe aty fillon legjenda. Ai ishte gueril i lindur, kishte një aftësi të rrallë për të lëvizur në përmale, për të deportuar pas vijave armike dhe për të krijuar panik. Bashkëluftëtarët tregojnë se në betejë dukej sikur luftonte një skuadër e tërë. Përdorte automatik, snajper, tromblon, mina hedhës, gjithçka me një shpejtësi të frikshme. Një nga aksionet më spektakolare ishte marrja rob e 8 ushtarëve serb në bare të shalës. Ky aksion tronditi Beogradin. Për herë të parë, Serbia detyrohej të negocionte me UÇK-n për shkëmbim robërish. Ishte një moment historik që tregoi se UÇK-ja nuk ishte më një grup gueril, por një ushtri e organizuar. Por aksioni që do ta bënte legjend ishte sulmi mbi bazën serbe në Kutlovc. Komandant Shemi deporton me njësinë e tij në zemër të bazës armike dhe arrin të sigurojë mbi 70.000 fishek, armë, municion dhe ushqime. Një goditje e rëndë për ushtrinë serbe dhe një shpëtim për luftëtarët UÇK-s dhe civilët e strehuar në male. Ai nuk njihte lodhje, nuk njihte frikë. Dhe pastaj erdhi Melenica. 46 ditë luftë pa ndërprerje, 46 ditë ferr. 46 ditë ku një grusht shqiptarësh ndalën ushtrinë serbe. Beteja e Melenicës do të hynte në histori si një nga epopet më të lavdishme të UÇK-s. Serbët sollën gjithçka që kishin: artilleri të rëndë, mercenar, çetnik, njësi speciale, donin me çdo kusht ta thyenin frontin, por përballë kishin komandant Shemin. Ai nuk i linte të merrnin frym, sulmonte ditë e natë, lëvizte nga një pozicion në tjetrin, futej pas vijave armike, i godiste aty ku nuk e prisnin. Ushtarët serb filluan të humbnin orientimin. Melenica ishte kthyer në një kruj të re dhe Shemi ishte Skënderbeu i saj. Më 26 prill 1999 beteja arrin kulmin. Mejdani po digjej nga zjarri i armëve. Luftohej trup me trup, granata, plumba, britma. Një betejë për jetë vdekje. Në ato orë bien dëshmor disa luftëtarë shqiptar. Pas rënjes së tyre, komandant Shemi betohet se për së gjalli nuk do ta lëshoj frontin dhe nuk e lëshoi. Në mbrëmje luftimet zhvilloheshin në vetëm 2 ose 3 metra largësi. Shqiptarët dhe serbët përballeshin sy me sy, hedhnin bomba dore, shkëmbenin zjarr pa pushim. Pastaj ndodhi momenti që do ta kthente Shemin në pavdekësi. Një plumb e godet në gjoks. Komandant Shemi bie heroikisht, por edhe në çastet e fundit, ushtarët e tij nuk lejuan që trupi i komandantit të binte në duart e armikut. Luftuan ashpër për të tërhequr trupin e tij nga vija e zjarrit, duke e quar në vend amanetin e tij. Rënja e Shemit tronditi gjithë frontin, por emri i tij nuk vdiq kurrë. Sot komandant Shemi jeton në zemrën e Mitrovicës, në shtatorën e tij, në rrugët që mbajnë emrin e tij, në shkollat, këngët dhe rrëfimet e luftëtarëve që e njohën, në titullin që morri pas vdekjes, hero i Kosovës. Ai nuk zgjodhi një jetë të qetë, zgjodhi pavdekësinë,
dhe si që thoshte Gjergj Fishta, ma mirë në varë me u kja për malë, se në shkja me ndej i gjallë. Çfarë mendoni ju për figurën e komandant Shemit? A mendoni se historia shqiptare ende nuk ua ka dhënë vendin që meritojnë heronjëve të tillë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.